Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Allahun azza wa jall e lavdrojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje të Allahu azza wa jall nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona, ato të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e tij nuk ka kush që humb, ndërsa ato të cilën e lën në humbje nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush më të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sonte me lejen e Allahut azza wa jall do të marrim një ajet kuranor apo një pjesë të ajetit kuranor i cili flet për një realitet që do të ballafaqohemi të gjithë me të nesër në ditën e gjykimit, kur do të dalim para Allahut azza wa jall, ku ata të cilët kanë bërë zullum kishin pas qef me pas dynjan, edhe e njëherë çka ka në dynja, me mujt me shpëtu prej dënimit të Allahut azza wa jall. E në fund këtij ajeti Allahu azza wa jall tregon se وَبَدَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, edhe do të ballafaqohen me atë që nuk e kanë llogaritur. Allahu azza wa jall nesër ditën e gjykimit do t'i ballafaqon disa njerëz me disa çështje që nuk i kanë llogaritur se është puna ashtu. Mirë po prasim me fol se për çka është fjala, kisha pas qef me tregu se ajetet kuranore ndohen në dy pjesë. Ajetet të cilat janë shpresdhënëse që nxisin njeriu me u lidh për Allahun azza wa jall, për mëshirën, rahmetin e tij dhe të shpejton ka kënaqësia e Allahut azza wa jall. Mirë po edhe ajete tërheqëse vërejtëse, apo mundesh me thonë edhe trishtuese, të cilat njeriu e bëjnë që ta ketë frikën Allahut azza wa jall, që ketë dronën atina, edhe të largohet prej mëkateve dhe gjunaheve, edhe të përmbahet rrugës Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur kanë folur për këtë ndamje, edhe kanë sjell shembuj të ndryshëm me treguar se cilat janë ajetet që njeriu të japin shpresë, japin myd, e cilat realisht janë friksuese dhe qërtuse, e pra jetëve të cilat i kanë cekur se janë domethënë shpresdhënëse, kanë cekur inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, se Allahu azza wa jall nuk e fal me i bë shok atina, mirë po mëkatet sa të janë nër këtë mëkat ja fal kujt të don. Apo ajeti kuranor قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Thuaj o rob të mi të cilët e keni tepruar duke I bërë zullëm vetes të juaj me mëkate, mos e dëshpëroni prej rahmetit të Zotit se Allahu azza wa jall I fal të gjitha mëkatet. E ajetet të ngjashme, mirë po thash në anën tjetër ka ajete trishtuese që njeriu I mbjellin frikën në zemër se çështja është shumë serioze. Wattaqun nara allati waquduha an-nasu wal hijara u'iddat lil kafirin. Keni frikë, domethënë zjarrit I cili lëndjegësit e tij janë njerëzit dhe gurët, e që është përgatitur për pabesimtarët, për qafirat. Apo ajetit kuranor fejnë të dhebun, ka pëmsyni, ka përshkoni, ka përmendoni që keni me shpëtu. Apo ajeti tjetër, wa yuhadhdhirukum Allahu nafse, se Allahu azza wa jall ju qarton me vetveten e tina,
E prej ajeteve të kësaj natyre është edhe ky ajeti që kemi zgjedhur me fol për të wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, dhe kanë me u ballafaquar me atë që nuk kanë llogaritur se kanë u ballafaquar me të. Ky ajet është me të vërtetë trishtues, ajet që realisht duhet me ngrit vetdijen e njeriut i cili mediton për të, ashtu siç kanë medituar për të selefi, se tregohet për njërin prej selefit e ka pas emrin Muhammed ibnul Munkadir, kur e ka filluar me lexu këtë surë, se ky ajet gjendet në surën Az-Zumar, edhe ka mbritë ky ajet, ka filluar me çajt edhe me çajt të spandalit, edhe familja po mundohen me pyet edhe me qetësu edhe s'po qetësohet, e thirrën një shok tina një njeri të devot shumë e Buhazim, edhe i thot shko ky shoku jot se realisht nuk po mundet me ndal vajin pe që ka filluar me lexu Kur'anin, edhe kur është afruar e ka pyetur se çka ka ndodhur mbasi që është qetësuar, ka thonë lexova këtë ajetin wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, dhe do t'ju shfaqet apo do të ballafaqohen me atë që se kanë llogaritur, se do të ballafaqohen me të. E tash përveç Muhammed ibn al-Munkadir po fillon me çajt edhe ky Buhazim, edhe pe thojnë familja ja Buhazim, na të pronën me qetësue babën ton, familjarin ton, e jo thjesht edhe me çajt apo mjashtu edhe me tepër çajtërit. Kanë çajtër vëllezër të nderuar, se me të vërtet njeriu edhe duhet me çajt, nga se nesër do të ballafaqohet me libër i cili nuk kalon asgjë pa shënuar. Ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Çka është puna e këtij libri i cili s'pas kalon as të vogël as të madhe pa shkruar, apo do të ballafaqohet me atë se nëse njeriu tenton edhe me mohu diçka, edhe me thonë se kanë bë, e kanë me ardhë dhe me thonë gjymtyrët e trupit, hatta idha ma ja'uha shahidat alejhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun, dhe me thonë edhe gjymtyrët e tyre, shikimi, dëgjimi, e lëkurët e tyre kanë me dëshmuar, dhe me thonë për atë që kanë vepruar, kanë më çuditur kur të ballafaqohen me peshorën nesër në ditën e gjykimit, e cila s'komelon gjë, dhe me thonë pa e llogaritur dhe pa e matë, sa që thotë Allahu Azza wa Jall, wa nada al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah fala tudhlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataynaha. Dhe me thonë do të vendosim peshorën e drejtë për drejtësi nesër në ditën e gjykimit, që mos të bëhet as kujna zullum, edhe në qoftë se është një grims shumë e vogël, do të vina me të për të llogaritur dhe mjafton me qenë në llogaritari sajna. Thjesht kur ballafaqohet me këto realitete se pas ka mbetur kur gjë pa u shkru, se gjymtyrët e trupit kanë me dëshmu kundër neve, se do të ketë, do më thonë, mizan, e do të ketë peshore, që do të matë me precizitetin më të madhë. Realisht, kene mu ballafaqoher e kene mu befasuar me atë që ndoshta kene menduar se ka kaluar. Edhe pse realisht, djetarët, kur kanë folur në lidhje me këtë ajet, kanë thënë mendimet të ndryshme se për kënë është për qëllim dhe çka është qëllimi. Për i tyre kanë cekur se qëllimi është i pabesimtarve, që nesër në ditën e gjykimit, kur do të ballafaqohen me realitetin që do të ballafaqohet tër njerëzimi, me llogaritdhënie, me këto libra, me këto gjymtyrë që do të dëshmojnë, do të shohin se atë që kanë besuar në këtë dunjë, nuk kum ju bë kurfar dobije, fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, thotë Allahu Azza wa Jalla, s'kum ju bë dobi ata që i kanë marrë për Zot edhe ndërmjetësues për te Allahu Azza wa Jalla, që nesër ditën e gjykimit kur farhajri s'ka prej tyne. Thjesht kanë me u trishtu, kanë mu befasu
se qyshe pas kanë kaluar të një jetën në këtë botë edhe s'pas kanë përfituar asgjë, nga se ka prej tyre që ka pretenduar se këtë botë nahnu ebnaullahi wa hibba'u, jem të dashurit e Zotit të fëmijët e tina, jem të përkdhelurit e tina, qofse nese do të kthehem në ditën e gjykimit për të ballafaqohem me Allahun azza xal, kena mi pas punë më mirë. As ka kësi njerëz edhe sot që mendojnë kështu ta, që kur të thush beson Allahun azza xal, beson Kur'an, beson pejgamber, beson ditën e gjykimit, se kemë dalë për Allahun azza xal, edhe kemë dhënë llogaridhënie, shumë prej tyre edhe mohojnë që ka llogaridhënie fare, ka ringjallje fare, mirë po thonë qofse Zoti më ka dhënë këto të mira, kur të thena unë apet edhe më mirë ku më pas. E qatë ditë kanë mu ballafaqua dhe kanë mu befasua dhe kanë mu shfaq atë që se pas kanë llogaritë mirë në këtë dynja, se kur gjë s'piu bëj ka dobije, as ato besimet e kota, e adhurimet e kota, e runazet e mohimit që kanë bërë ditës gjykimit apo Allahu azza wa xal, ato pretendimet se edhe nëse njeriu është besimtar, edhe bën mëkate, edhe mjafton se është i dashur i Zotit dhe fëmijët e tina, realisht të gjitha këtu janë pa vlera, mirë po do të ballafaqohen me realitetin, edhe realitet i hidhur që me të vërtet ko me i befasua edhe ko me i trishtua. Thuhet ka zbritur për ta. Thuhet ka zbritur për njerëzit të cilët realisht nuk janë pabesimtar në esencë, mirë po kanë munges të sinqeritetit në vepra. Bajnë vepra shumë të mëdha këtë dunja, në që e në syrin e njerëzve shumë të mëdhaja. Namaz, e sadaka, e haqj, e bujari, e luft, e kështu me radhë, mirë po të gjitha ju ngon një element, ajo është sinqeriteti për Allahun azza wa xal. Edhe pse do të mendon se ato i ka në llogarinë e tina të veprave të mira, e nesër do të shpërblehet dhe do të ketë, domethënë, pozitë të mirë te Allahu azza wa xal, kur do të ballafaqohet me Allahun azza wa xal, edhe ti tregohet realiteti se këto veprave të gjitha ju mungon sinqeriteti, atëherë me të vërtet ku më ballafaqohuar me atë që se ka llogaritur dhe që e ka me fasuar për të keq. Ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se nesër do të vinë 3 persona me ta, domethënë, dhezët zjarrit zgjenemit. Djetari lexuesi i Kuranit, i xhumert i bujari i cili jep, dhe ai i cili lufton, e që të treve ju thuhet se ke mësuar me thonë që je hoxhi madh, djetari madh, ke dhonë me thonë se je njeri i xhumert, ke luftuar me thonë se je trim, e të është thonë, shpërblimin asaj dunjaje e ke marrë, se të kanë lavdëruar njerëzit, mirë po te Allahu azza wa xal nuk ka asgjë. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din, as janë urdhëruar vetëm se me adhuru Allahun azza wa xal, me një adhurim sinqert, mos me pas në adhurimet e tij e tyre, domethënë hise askush tjetër. Për atë ka thënë hadith vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, in akhwafa ma akhafu ala ummati ash-shirku al-khafi, ajes që mas shumë të ja kam frikë për umetin tim, mas shirku i msheft. E ka komentuar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam riaja, se këta njerëz bojnë vepra shumë mëdha, edhe nesër ditën e gjykimit mendojnë se ato vepra i kanë me vete, edhe i kanë favor tyne, mirë po do të ballafaqohen kur nesër do t'ju bëhen hije plan aty në befra dhe s'nuk do ja shohin kur xhahairin. Wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, dhe do të ballafaqohen me atë që se kanë llogaritur. Apo thuhet se ka zbritur për ata persona të cilët realisht nuk i mungon sinqeriteti. Do shta sinqeritet kanë, edhe për Zotin e kanë. Mirë po, realisht i bojnë veprat jo në ujdim me hadithet dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra flasë fusin fene Allahut azza wa jalla dhe errësije dhe bidate. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yuhsabuna annahum yuhsinuna sun'a. A do një mju të regumë me ata të cët i kanë veprat më të shkatruara, cët ju ka shku krejt angazhimi poshtë dhe hoq, të cët realisht kanë menduar se jenë të ba veprat mira, mirë po nuk jenë konë duke ba veprat mira, nga se realisht nuk i kanë ba në ujdi me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka shpikur në fenë e Allahut azza wa jall, kanë bërë fraksione të cilat e kundërshtojnë hadithet dhe praktikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qoftë ato praktika apo ato ide, ato bidata të cilat realisht i kanë nxjerrur për Islamit, qysh janë xehmit, apo qysh janë batinit, apo domon fraksionet që janë ekstreme dhe të cilat kanë dalë prej feje, apo edhe fraksionet të cilat janë realisht në fe. S'kan dalë tërësisht nga feja, qysh janë Khawarijt, e qysh janë Murxhiat, e qysh janë Qaderit, e fraksionet e ndryshme, mirë po të cilat realisht bëjnë vepra, të cilat mendojnë se i afrojnë te Allahu azza xal, mirë po nesër ditën e gjykimit do të ballafaqohen se realisht ato nuk i kanë ofruar për te Allahu azza xal, përkundrazi nuk do të zgjojnë asgjë nga shpërblimi i atyre veprave. Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa i cili e bën një vepër e cila nuk është në lidhje me sunetin tim, ajo është e refuzuar. Apo kanë thonë dietarët se është për qëllim do të ballafaqohen nesër ditën e gjykimit nga Allahu azza xal më që se nga llogaritur për ata persona të cilët bëjnë mëkate, e mëkatet i llogaritin se në çështje të lehta, në çështje të thjeshta, se realisht nuk e kanë këtë efekt, se nuk e bërë kur gjë. E sa shumë njerëz janë të tillë. Ka cekur këtë realitet Allahu azza xal në ajetin kuranor, kur ka folur për rastin e akuzës së gruas së tij Aishës radhiyallahu ta'ala anhu për padnërshmëri. Edhe thjesht sprovës që i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me familjes së tij, kur është cenuar nderi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e që ka filluar familja e tij dhe bashkëshortja e tij me u marr për goje. E ka thonë Allahu azza wa jall për realitetin e tyre, idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Dhe kur e merrni e dëgjoni atë, edhe e përhapni me gjuhët e juaja, pa e kanë konfirmuar dhe pa pas detyri, e mendoni që kjo punë është e lehtë, mirë po te Allahu azza wa jall është shumë punë e madhe. Realisht mëkatet janë mund të mëdha. Mos mendon njeriu se pe merr për goje dikon, edhe hajtë se zbona kur gjë, ose e ofendova dikon, e hajtë zbona kur gjë, e lëndova dikon, e zbona kur gjë, apo unë Zot që shkem njerëz që në më thonë namazin e llogaritës është dhe më thonë kur gjë, ose merr amat e së llogarit dhe mund që ose kur gjë, e kamata është dhe më thonë mi shpoll luftë Allahut, namazi dhe më thonë pyetje imanin e tina, ase preki moralitet në moralin e dikuj tjetër, dhe më thonë bën një moralitet edhe mendojnë se hajtë se të ba kur gjë, tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim, i mendoni që janë çështje të lehta, që hajtë se janë kur gjë, ama nesër kur do të ballafaqoheni me Allahun azza wa jall, do të ballafaqoheni dhe do të befesoheni për keq, se realisht do më thonë sa mëkate të mëdha janë. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se njeriu ka mundësi e fol një fjalë, e se avnën veshën asaj fjalë edhe çka vret ajo fjalë, edhe çka ka mundësi me pasojë ajo fjalë, ama çaq është rrezikshme sa që të rrek hidhrimin e Allahut azza wa jall, edhe fut njeriu në xhenem sa distancë, sa lindje që ka distancë lindje nga perëndimi. Pra atë ka nga shumë prej selefit kur kanë folur për këto mëkate se njerëzit i llogaritin se hajtë sin kur gjë. Ka thonë Anas ibn Maliku, ju bëni mëkate që i sheni qaq të vogla, si me konë sa dhe më thonë një kime floku që i thëjmë ne. Ama në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këto i kemi llogaritur për mëkateve të mëdha e shkatruese. Për atë ka ardhur nga, në më thonë Abdullah ibn Mesudi, ka thonë keni kujdes mëkatet që i llogaritni që janë të vogla, se të mbledhen e njeriu nesër ditën e gjykimit e shkatrojnë. Pra thjesht thuhet se njëra prej, dhe më thonë grupe që ka zbritur kjo ajet dhe të ballafaqohen me që se kanë llogaritur, është ata persona të cilët realisht bëjnë mëkate, edhe nuk e llogaritën mëkatet se janë diçka punë e madhe, e nesër ditën e gjykimit do të ballafaqohen dhe të bafasohen për keq dhe do e shohin se sa punë e madhe është kjo punë. Apo çështje tjetër apo grup tjetër që thuhet ka zbritur për ta. Thuhet ka zbritur për ata persona të cilët kanë vepra të mira,
të shumta namaz, agjerim, zekat, sjellje mirë ndaj prindërve, mbajtje mirë lidhje farefisnore, domethënë mbajtje respekti fëmijëve kështu me radhë, e vepra të mira që realisht i mendon që i kanë kredit edhe të shpëtojnë nesër ditën e gjykimit, mirë po do të vjen do të jetë nesër ditën e gjykimit muflis i bankrotuar, do të mendon që ka vepra të mira shumë, mirë po realisht ka në hadithën e vërtetë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, a dini se cili është i bankrotuari? Kanë thonë ja Rasulullah, i bankrotuari te është ai i cili s'ka pasuri dhe s'ka para. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk është ky i bankrotuar. I bankrotuar është ai i cili do të vjen nesër ditën e gjykimit me namaz, agjerim, e zekat e vepra të mira, mirë pa e ka ofenduar filanin, e ka shoh filanin, e ka shty filanin, e ka rre filanin, e ka vrar filanin, e fillojnë me marr secili hakun e vet, duke ia marrë të mira dhe sevapet, derisa t'i harxhohen sevapet, e kur t'i harxhohen sevapet e nuk u kry hale, domethënë llogaridhënia me ta i merren mëkatet e tyre dhe i ngarkohen e tij derisa të bie në zjarrin e xhenemit. Pra ka menduar se ka bëj vepra të mira, edhe ka bagaj bagazh, mirë po nesër ditën e gjykimit ai bagazh do t'ju shkepet aty në cilët realisht ju ke bë, domethënë zullum në këtë dynja. Apo thuhet se ka zbritur ky jetë kuranor për ata persona të cilët realisht bëjnë mëkate, po gjithmonë e kanë shpresën, hajtë se jeta gatë është, pendohna, hajtë se inshallah kur plakna ja nisi mu falë, kur të bëj një mosh mbulohna, hajtë se kur dalë penzi e kryj haxhin, e shumë do më thonë përveç këtyne veprat mira që si i banë, do më thonë i elshon edhe në mëkate, hajtë se i rijam, do më thonë Zoti i falë të rijun, e kështu më radhë, deri sa të nxënë vdekja, e realisht nuk është përgatitur asgjë dhe s'ka marrë dhe s'po merr asgjë për te Allahu azza xal. Thjesht shkon që jetojmë ne me durr xhepa, pa asgjë për vepra të mira, edhe ngarkuar me mëkate. E për këtë ka zbritur thënë dietar të ajete që do të ballafaqohen maçë se kanë llogaritur, se kanë llogaritur se hajtë se kam afat, hajtë se kam mimëd, hajtë se derisa i ka vdekja, edhe e ka gjetur pa përgatitur, nga se nuk është shpresë në Allahun azza xal, nëse faktikisht të shpeson Allahun azza xal, a kënina zbon vepra të mira. Nuk ka mundësi me pas sukses dhe me prit dëmosh problem, edhe me prit me dalë rezultate mirë, nëse thjesht veç ymidin e ki, shpresën e ki, a këtu asnjë sebeb s'ke marrë. Se edhe në këtë dynjan nuk ka mundësi njeriu me thonë valla për me korr bereqetin, as nuk e ke levru tokën, as nuk e ke mbill farën, as nuk e ke ojitur, as kur gjoheq edhe me thonë valla ku më bë mirë, do më thonë kur vjen dëmon koha të kornave, unë do të marr domethënë rezultatin dhe do të marr bereqetin. Nuk ka kështu as në këtë dynja, as në ahiret. A ka ardhur ai shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i ka thonë ja Rasulullah, kur e ka pyet lyp çka dush, ka thënë kam qef me kon me ty në ditën e gjykimit, me kon shoqëritë tonë. Si ka thënë pejgamberi mjafton se ti po dëshë me kon. Po i ka thonë ani ndihmo që dëshirën që e paske duke shpeshtu sejdët të i bo. Domthonë ndihmo ma këtë punë që nesër me kontim mund ditën e gjykimit, qofse realisht i shpeshton sejdët dhe i shpeshton rekatet, edhe shpeshton domethënë namazin nafile dhe falës sa më tepër, qofse do me kon me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Qase Allah ka thonë inna rahmetallahi qaribun min al-muhsinin. Allahu rahmeti i Zotit është afër prej njerëzve që janë të mirë. S'ka ceku Allah azza xal rahmeti i Zotit është një domethënë afër për kriminalëve, pa besimtarëve, bidatxive, kështu me radhë. Realisht rahmeti i Zotit është ata që të bëjnë mirë. Afër tyne është. Pra thjesht nëse njeriu don më përgatit te Allahu azza xal që mos më fasue, është më ju përmbajt udhës Allahut azza xal mos më bë mëkate që kur të gjen vdekja me gjetë përgatitur e jo me u ballafaquar dhe me u surprizue për të keqe, domethënë se çka ka përgatitur Allahu azza xal, domethënë për neve. Realisht, këto ishin disa mendime, dhe pse ka dhe mendime tjera që tregojnë se për kënd ka zbritur, mirë po është një prej ajeteve që thash më friksuese për besimtarin, që njeriu duhet me marrë në konsiderat se Allahu po na informon se ka njerëz që nesër në ditën e gjykimit do të ballafaqohen me gjëra që realisht nuk i kanë llogaritur, ose kanë menduar se ato mëkate janë harruar, edhe ka përfundu çështja e tyre, e gjanë domethënë librin që s'ka lënë asnjë të vogël, e të madhe pa shkruar,
ose do të mundohet me mohu edhe të shes se nesër në ditën e gjykimit edhe gjymtyrët e tina kanë me dëshmu kundër tij, ose kanë menduar se realisht smatën gjërat aq hollësisht e do të vijet me një kanar dhe me një peshore që do t'i mbat, do t'i ndihmon edhe do t'i vlerëson çdo gjë, sado që t'jetë e vogël dhe askujt nuk i bëhet zullum, e thjesht për mos më arë më ballafaquar me këto realitete, është njeriu mirë me u përgatitur. Kjo së aspektin e mëkateve edhe mos më vësau për mëkate, mirë për dhënën pozitive, ka herë njeriu i bën disa punë të mira, edhe ka mundësi dhe i harron, e mendon që s'janë shumë punë të mëdha, mirë po te Allahu Azza wa Jall vlerësohen ndryshe, e për këtë kanë ardhur në shumë hadithe të vërteta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është hadithe i bitakës, atij personit që nesër ditën e gjykimit do të ringjallet dhe do të del për Allahut Azza wa Jall dhe do t'i vinë 99 regjistra me plot mëkate, saqë ai të merrohet për aty në mëkateve që i paska bë. Edhe mendon se pa të punë e tina, mirë po Allahu Azza wa Jall të tregon se sot nuk do të bëhet zullum kurrë ty. Edhe i pyetet fillimisht se atë kanë bërë diçka zullum, ato me laçet të kanë shkruar vepra ty, e do të thotë jo, atëherë thotë edhe ti nuk do të bëhet zullum te ne sot, edhe i nxirret në regjistër tjetër në cilën është të shkruar fjala la ilaha illallah. E i thotë në kjo njeri Allahut, o Zot, çka ku më bë kjo bitak, kjo fletushk, në cilën ka shkruar fjala la ilaha illallah, karshi 99 regjistrave, sa me dëlbesar, ka thonë sa mbulojnë horizontin, që është noja me plot mëkate, çka ku më bë kjo fletushk në krahasim me këto regjistra vepra të këqija, edhe vendosin peshore dhe fjala la ilaha illallah, peshon marrën se ato mëkate, pra thjesht fjalë la ilaha illallah thuhet e sinqert nga zemra, e që ka mundësi me pas këtë vlerë të Allahu Azza wa Jall, apo ka raste tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë personi i cili ju ka thonë fëmijëve të vet që kur të vdes më djegni edhe më bëni hije plëhën edhe më shkepni në tokën deti, që thjesht të hupët unë dhe çdo gjurmë me imja, se në qovë se nesër ka mundësi Allahu Azza wa Jall më ringjall, ku më denu. E Allahu Azza wa Jall i thot tokës edhe ajrit edhe ujit, këthën e trupin që e keni marrë të personi se cilë pjesën e vetë, edhe formsohet ashtu që shka qenë. E i thua të ti personi e qka të shtyri ty me e bani punë t'il, thot khashjetu ke ja Rabb, frika nga te, o Zotim, atër thot Allahu Azza wa Jall të kanë falur. Apo ati personit se të ka anë hadithin e vërtet, dhe më thonë se i jap njerëzve borç, e që ka të reguar se s'ka gati asë një punë të mirë, këtë më kate i ka. Mirë po ka dhonë njerëzve tjerë në borç, a ju ka thonë punëtorëve ti, që kur shkoni mja marë borçin, merë nja, kush të jap, merë nja, kush nuk ka shtynja ose falnja. Ndoshta Allahu Azza wa Jall, dhe më thonë na i falë, edhe kështu të kanë vepruar ata, e ka anë hadith vërtet se pejgamberi Allahu Azza wa Jall ka thonë se unë një më meritor me falë se ti o robim. Edhe ja falë mëkatet e kaluara për një sebeb një punës. Ajo që po du më thonë vëllezër të nderuar për kësaj ligjërate, e që tema ishte me komentuar në jetë kuranor, që flet për aspektin negativ, që njerëzit kanë mundësie me u ballafaquar dhe me befasuar për të keq, edhe me ballafaquar me çështje që nuk i kanë pas hiç mendje, as nuk i kanë llogaritur, e me ballafaquar me to edhe me dal hesapi negativ. Mirë po dhonën tjetër ka mundësi, ndoshta disa fjalë që i bën njeriu, disa vepra të mira, e që s'javnon fort veshin, fort edhe mendjen, mirë po edhe nesër ditën e gjykimit me pas këtë vlerë të madhe. Ajo që kërkohet prej neve është që njeriu të llogarit fjalët e veta, veprat e veta, mendimet e veta, të mundohet me pas në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në kënaqësinë Allahut Azza wa Jall, sinqerta vetëm për Allahun Azza wa Jall, që ndoshta Allahu Azza wa Jall na befason për të mirë, e jo për të keq nesër ditën e gjykimit. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.